Me shpalljen e rezultateve, tre partitë kryesore opozitare kanë filluar diskutimet për formimin e mundshëm të qeverisë së re të Kosovës. Kjo është konfirmuar nga nënkryetari i LDK-s Lutfi Haziri në një paraqitje televizive në Prishtinë. Ai tha se fundjavën që shkoi, kur edhe u shpallën rezultatet përfundimtare, ka pasur takime të liderëve opozitar duke përjashtuar Fatmir Limajin e nismës socialdemokrate. Këto lëvizje erdhën si rezultat i qëndrimeve të PDK-s, LDK-s dhe AAK-s se nuk duan bashkëpunimin me Kurtin. Megjithatë, LDK deri më tani ka një kusht, postin e kryeministrit, pavarësisht se është partia e tretë në zgjedhjet e nënshkurtit. Por ky qëllim i opozitës mund të jetësohet vetëm nëse lëvizja vetëvendosje, që është partia e parë, nuk arrin që të sigurojë votat për votimin e kabinetit të ri qeveritar. Megjithatë, kreu i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri aktual i vendit vazhdimisht ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve do të formojë qeverinë e re, duke paralajmëruar edhe bisedime për këtë, po pa e specifikuar se me kë. Kohë më parë, kryetari i nismës Fatmir Limaj shprehu gatishmërinë që ta ndihmojë Kurtin në krijimin e qeverisë, por ky fundi deklaroi se ka qëndrimin e njëjtë për opozitën. Lëvizja vetëvendosje ka marrë 42.30% të votave sipas rezultateve përfundimtare dhe do t'i ketë 48 ulse në Kuvendin e Kosovës, ndaj Kurtit do t'i nevojitet një partner nga ana e opozitarëve për të qëndruar më tej në pushtet. PDK-ja ka marrë 20.95% të votave, ndërsa LDK-ja ka marrë 18.27% të votave. Koalicioni i AAK-s me nismën dhe të tjerët ka marrë 7.06% të votave. Së bashku, opozitarët kanë më shumë mandate se sa partia e parë. Megjithatë, në të dyja variantet, qeveria e re e Kosovës do të jetë e brishtë sa i përket numrave, pasi as lëvizja vetëvendosje me partner e as opozita nuk kanë votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin e ri të vendit pas një viti. Kjo lë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme në muajt e parë të vitit 2026, nëse nuk arrihet një marrëveshje e një koalicioni më të gjerë, i cili do të sigurojë 2/3 e votave në kuvend, çka do t'i jepte mundësi të tejkalojë edhe çështjen e votimit të parit të shtetit.